që bon vetë vrasi, thot në Qabe, bon, thot, me C4 midis, thot, Qabes. Aman nërbur. Aman nërbur. Ti s'ke nevoj për C4, nuk ke nevoj për bombë. Ty mlefi, urrejtja, që ke për muslimanët, po të shkatron. Allahu të rujt. S'ke nevoj për këto fare. Gjithsesi, u bëhet disata herë që ti komenton me plot mlef, me plot urrejtje në për videot e mia. Unë mendoj që të reflektosh, ti thrasësh mendjes, se një ditë do të dalësh para të Madhit Zot. Do t'japësh llogari. A ditë nuk bën dobi asgjë përveç besimit, me besu Allahun e lartësuar njët vetëm. Me besu dhe me pasu profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. A ditë kjo të bën dobi. Nuk të bën dobi urrejtja, mlefi që ke për muslimanët, sharjet, ofendimet, nuk të bëjnë këto dobi. Nuk të bën dobi dëshira për të vrarë musliman, nuk të bën dobi kjo. Ajo që të bën dobi është besimi, veprat e mira. Prandaj të ftoj të reflektosh, të ndryshosh, se mlefi urrejtja të shkatrojnë. Pra të shkatrojnë si në këtë dynja, edhe në botën tjetër, Zoti na rujt.